Adhurus të basketbolit në platformën tuaj dhe tonë artmoshën, kudo që jeni duke na shiku në këto qaste në Kosovë, Shqipëri, troje tona etnike, Evropa po Amerikë. Mirë se erdhët në qerek finalin e partë të Kupës së Kosovës midis Vllazimit dhe Sigal Prishtinës pas luftës, një herish duke ja. Dhe dueli fillon. Todd Deporton nën kosh dhe realizon në stilin e tij. Tepër bukur atje Samir Zekiqi, edhe pse ishte i lirë atje nuk realizoi. Deporton deri në fund për mrekulli. Da Syla për 4-0. Burns për Altin Morinën, i cili e provon edhe në tentimin e tij të parë. Por mrekulli në thellësi, krejti kalon dhe koshin e shmonton. Çfarë shuti atje, çfarë gjuajtje. E vjedh të topik në kundërshton Deondre Burns. Dhe mbrojtje e mirë, tenton atje, nuk realizon treshën kësaj rrodhe. Todd, por mrekulli, ufa. E përsëri e bën ai Don Polloshka dhe Kelbi Krameri. E ka dëbu ati ku topin atje. Deporton Doni për mrekulli mbi të gjithë, edhe pse e huq s'ka problem. I cili ka dhe 2 kërcime, nuk arrin që ta pengon atje Rushitin. Helms pranë Bailit. Dhe Baili realizon. Don Polloshka në mënyrë maestrale ka udhëhequr deri tash lojën. Ka ufa, kjo është hera e 4. Gordonin, tentim për 3 pik, 4+ për Sigal. Sa bukur Halil Dukes, Deporton, dalet nuk realizon, por Altin Morina me kërcim në sulme përmirëson dhe të trajnerit ka Kjusis, tentim për 3 pik, Todd. Burns për Altin Morinën, i cili Jericho Helms për mrekulli përgjigjet në të cilën bukur edhe njëherë Jericho Helms. Deporton, realizon edhe ndalet në mënyrë të palejuar. Da Syla për Helmsin, i cili realizon treshën dhe 33-31, 12 pike, 6 kërcime nga Jericho Helms. Dion Haxhosaj, shpejt lëviz topi, Andrio Baili përgjigjet në treshe me treshe. Dukes dhe Baili i heshtur sonte në pjesën e parë. Dukes tenton dhe bashkëpunojnë atje për mrekulli Da Syla dhe Zekiqi. Aksion fantastik. Dueli i vazhdueshëm i 2 më të mirëve, tenton Burns. Lufton Morina, megjithatë Todd më i shpejt për mrekulli për Helmsin, i cili me hap të kryqëzuar atje prapa. Janë lënduar atje Da Syla. Ufa, treshe e Halil Dukesit. Lojtarët tjerë përveç nga Don Polloshka, prandaj edhe ai tandem funksionon si duhet në anën tjetër. E tani rolin e organizuesit e merr mbi vete përsëri Polloshka dhe me një herë atje shihët dallimit, çka me ju fol. Deporton nga koshi në kosh, megjithatë topi përfundon te Polloshka, i cili e dërgon Don Polloshka me 5 pike eksprese. Andrew Gordon, edhe pse Helms e huq, Gordon kërcen e përmirëson dhe koshin e shmonton. Kërcim në sulm dhe bum. Shkëputja më e lartë e Prishtinasve. Tenton dhe përgjigjet me treshe. Burns e vjedh këtë top kundër sulmi shpejt nga koshin në sa lartë, çfarë allë hupi. Deondre Burns për Andrio Bailin, i cili e shmonton. Kundër sulmi shpejt nga koshi në kosh, fenomenal është atje pas kërcimit në mbrojtje.
Wilson për Hellemsin, tenton për Treshe dhe shpërthen atmosfera në Shanin Ushi, ju thash. Endi Moj, ati koshi i vetmuar në e huq, po s'ka problem sepse lart, si shqipon kërcen atje, Ronda Sylla. Jondre Burns tërhiqet për Treshe, Joran e ivonohet. Mungon kontributi i të ufa, sa buk, qfar blokade nga Ronda Sylla, sonte i arzakonshë. Koncentruar dhe i indisponuar për loj, dhe vjen Halil Djukës me Wilson dhe Da Sylla. Shpejt shkon topit e Halil Djukës, i cili realizon. Ja, ullët atje. Liri Zeneli nuk pati kohë për zëvendësimin dhe inkuadrimin e tij. Adrio Belli tenton, nuk realizon. Edhe ndeshja mbyllet me rezultatin 68-82.